Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pak det në ndajnë nga hyrja në vitin 2025. I kam një 4-5 ide që kisha dash me nda me juve, që për hir të vërtetës kisha pas dëshirë edhe vetë me u fut në vitin 2025 me këto ide, ose mund të themi edhe vendime. Numër 1. Ekzistenca juaj nuk është rastësi. Nuk mund të ketë lojë në krijimtarinë e Zotit. Zoti secilin e ka kriju me një mision dhe qëllim në këtë botë. Ekzistenca juaj është udhëtim me një qëllim të thellë. Prandaj mos dyshoni dhe mos jetoni kuti, por jetoni me një qëllim dhe mundohuni të realizoni diçka në këtë jetë, sepse Zoti i Madhreshëm nuk ju ka kriju kot. Ideja e dytë, sa më pak varësi. Mos krijoni varësi të tepruar nga asnjë gjë në këtë jetë, madje qofshin edhe njerëz. Sa më shumë të kemi varësi, aq më tepër jemi të robëruar. Vlera jonë, kënaqësia jonë, buron nga brenda apo vjen nga jashtë. Nëse mendoni se vjen nga jashtë, është mirë ta rinovoni këtë pikpamje, sepse kënaqësia, lumturia dhe gjithçka në jetë vjen nga brendësia, vjen nga ndërgjegjja ju. Prandaj është mirë ta pranojmë që vlerësimi jonë buron nga dashuria dhe respekti që kemi me vetveten, dhe jo nga pikpamja ose si na shohin të tjerët. Ideja e tretë, rindërto marrëdhëniet e tuaja me Zotin nëpërmjet vetdijes. Le të jetë vetdia baza themelore e relacionit tonë me Zotin. Në vend se ta shohim Zotin vetëm nëpërmjet frikës dhe detyrimit, të fillojmë ta shohim Zotin si burim të mëshirës, dashurisë, motivimit, energjisë e kështu me radhë. Lutjuni Zotit të ju ndihmoj ta shihni veten ashtu siç jeni. Ideja e katërt, faleni veten për të kaluarën. Çdo moment që ndihemi të zhgënjur, ose një moment kur ndihemi se i kemi bërë keq vetvetes. Kjo është vetëm një e kaluar dhe nga kjo duhet ta marrim vetëm mësimin. Thjesht duhet të fillojmë prej zeros. Dhe kjo në principin fetar është pendimi. Prandaj ajo që ka kaluar Zoti na falt, ndërsa ajo që vjen Zoti na kthill mendjen me ndryshu. Ideja e pestë, një pjesë të energjisë ruajeni gjithmonë për vetë zhvillim. Një pjesë e njerëzve janë marrëdhënie të ngushta me neve, dhe patjetër ne duhet derdhim energji edhe përballë njerëzve që na rrethojnë. Por gjithmonë do ta kemi një pjesë të energjisë rezervë, të cilën e ruajmë për shpirtin dhe vetveten tonë. Teoria e qirit nuk është gjithmonë teori e saktë, sepse kur ti e djeg veten për t'ju bërë dritë të tjerëve, një ditë do të hargjohesh dhe do të shuhesh. Prandaj është e rëndësishme gjithmonë me gjetë një burim i cili nuk lën të shterrosh ti, sepse momentin kur ti shterresh, nuk mund t'ju shërbesh edhe të tjerëve. Prandaj gjithmonë më rëndësi që të punojmë në aftësitë tona, të punojmë në shëndetin mendor dhe fizik, edhe për hir të vetvetes, po edhe për hir të njerëzve që i kemi përreth e që presin shumë prej nesh. I lutem Zotit të kemi një vit të mbar, një vit mirë, me shumë suksese, me shumë të arritura.